deg po thuhet se nuk kanë qenë dhe nuk kanë votuar. 33 deg janë pajtuar me këtë deklarat. Thuhet, kolegjiumi i degëve të LDK-s, i mbledhur sot në salinë qendrore të LDK-s, shqyrtoi zhvillimet politike në vend, rezultatin zgjedhor, gjendjen institucionale dhe angazhimin e LDK-s në këtë periudhë. Pas diskutimeve, kolegjiumi i degëve ka vlerësuar. Vlerëson lartë angazhimin dhe punën e gjitha strukturave të LDK-s në zgjedhjet e fundit, duke theksuar se brenda një periudhe relativisht të shkurtër nga zgjedhjet paraprake, LDK arriti rritje të mbështetjes qytetare. Kolegjiumi kërkon një analizë të plotë të rezultatit zgjedhor me qëllim të nxjerrjes së mësimeve të nevojshme dhe identifikimit të mundësive për përmirësim të mëtejmë të organizimit dhe veprimit politik të LDK-s. 2. Rikonfirmon mbështetjen e plotë për kryetarin dhe kryesinë e LDK-s në ushtrimin e përgjegjësive të tyre politike statutore, në angazhimin për stabilitetin institucional të Republikës së Kosovës, si dhe në mbrojtjen dhe përfaqësimin e vlerave, parimeve dhe politikave të LDK-s në institucionet e vendit. 3. Rikonfirmon përkushtimin e LDK-s për të kontribuar në ndërtimin e institucioneve funksionale, në respektimin e rendit kushtetues dhe në ofrimin e zgjedhjeve që i shërbejnë interesit shtetëror dhe qytetar. 4. Rithekson se çështjet e organizimit të brendshëm të LDK-s rregullohen nga statuti i partisë dhe vendimet e organeve të saj legjitime. Zgjedhjet e rregullta për të gjitha strukturat drejtuese të LDK-s do të mbahen gjatë vitit 2027 në përputhje me afatet statutore. 5. Fton të gjitha strukturat, antarët dhe funksionarët e LDK-s që energjinë dhe angazhimin e tyre ta përfaqësojnë në forcimin e mëtejmë të LDK-s, në ruajtjen e unitetit të saj dhe në përmbushjen e përgjegjësive që kemi ndaj qytetarëve dhe Republikës. Ne, për ta bërë analizën, për çka e kam edhe unë emisionin Rubicon, duhet ta mbështesim në faktet që i kemi në dispozicion. Mund të kemi edhe burime, po dhe burimeve duhet i referohemi. Që të kenë ky fakt as pak si kundërhyjve që ato analizës tem. Ne, vetëm të referohemi fakteve kur e bëjmë analizën. Po si kundërhyjnë heq argumenteve, sepse na po flasim për një zgjidhje afatgjate ku e implikon edhe presidentin, domethënë një koalicion ku e implikon edhe zgjedhjen e presidentit. Absolutisht. Pse po them, sepse këtu po flasim për degët e LDK-s, nuk po flasim për 3-4 deputet, të cilët janë kundër çdo koalicioni të LDK-s. Kur kanë thënë ata, sërish kthehem te faktet, cili ka thënë këto ditë se është kundër një koalicioni çfarëdo. Kush një ma përmend. Janina i merrni me deklaratat të saj pi bën sabotim procesit. Besoj jemi duke folur shqip gjithë. Besoj se jemi taft kuptojmë kur dikush diçka thot. Kritika. Jo, se kritika jo. Dhe thënia ju parafrazoj çka that. Ju that janë shprehur kundër një koalicioni. Unë po e them, ma gjeni dikë që është shprehur kundër çfarëdo koalicioni. Zonja Janina e ka dikon mrapa, nuk e ka mentorin e saj. Kur ka thënë zonja Janina Ymeri, unë jam për këtë koalicion, jam kundër këtij koalicioni. Dendurisht se ka thënë decisivisht, po. Se ka thënë, ta lëm me kaq. Nëse se ka thënë decisivisht, ne të gjithë mund të përfundojmë në diçka tjetër derisa të vetëm ta bëjmë analizën mbi atë çka kemi dëgjuar. Do mos i referohemi gabimisht. Kjo deklaratë. Nëse çdo fakte janë kundër meje, as ma keq për to. Për bes, po. Kjo deklaratë. Kjo deklaratë kallëzon për demokracinë në LDK, që janë 33 degë që mbështesin zotin Abdigjiku. Dhe kjo deklaratë i referohet ekskluzivisht mbështetjes për Abdigjiku. Jo për një koalicion. Pjesa tjetër, s'ka rëndësi mo. Po pra të nuk ka rëndësi. Sepse mundet edhe një deputet aty dalë dhe mos votoj çka do, por deri tash askush s'e ka thënë. Kjo se përjashton se s'do të bëj. Kjo ka të bëj me mbështetjen që jepet Abdigjiku. Jo një koalicion. Pjesa tjetër, na duhet më kthy veç një 2-3 javë më mrapa. Çka kanë thonë këta për Albin Kurtin? Çka ka thonë Vjosa Osmani, na kanë nxjerrë si insider, na kanë nxjerrë do detaje që ky njeri është kundër interesave të Kosovës, apo? Kjo është diskutim tash i ndarë, ne ishim të folur konkretisht. Me kon po do me shku në koalicion, o vëlla. Me kon, me dikon që punon kundër neve? Edhe diçka, që skizm brana skizma në dy parti të opozitare, do me thonë, për na qënë një farë trajektore që na ekspozon para një skenari deja vu, ose që i shembullen dy skenareve të dy
post proceseve elektorale, përkatësisht të shkurtit të vitit të 2025 dhe dhjetorit të njëjtit vit. Do të thonë, është nashta jena para një skenari që për epiloge ka një rrugë pa shtekdalje. Cila mund tjetë ajo? Zvarritja, në rastin më të mirë, zvarritja e krijimit të institucioneve. Do të thashaj skenari që kemi përjetu prej harkut kohor shkurt deri në dhjetor. Edhe prap tash. Për shkak të partive ish opozitare. Jo veç për shkak të tyne. Se s'po i sfidojnë njëherë, le të asesin një kandidat dhe le të thrasin, le të votojnë, ta shohim, a i kanë 18 LDK-ja, a i ka 7 alianca, a i ka 22 PDK-ja. Hajde, që një zgjidhe, nëse është zgjidhja me votu prej popullit, apo amandamentet kushtetues janë gati, As marrin ato mund të riprocedohen.